Përshëndetje miq, po vrejmë se kohëve të fundit për të menduarit pozitiv po flitet aq shumë, sa që është bërë edhe temë studimeve të ndryshme, dhe kjo patjetër se ka të bëjë me nevojat dhe mirëqenien tonë përgjithsisht. Për të na informuar më në detaje për të menduarit pozitiv, sot kemi mysafire në studio Besarta Fazliun, psikoterapeute. Besarta, faleminderit që jeni me ne në studio. Mirësi u gjeta, faleminderit për ftesën. Besarta, thash se vazhdimisht po inkurajohemi, po marrim këshilla të ndryshme që të mendojmë pozitivisht. Çka do të thotë të mendosh pozitivisht dhe çfarë roli ka kjo në ndikimin në jetën e njeriut? Ne po jetojmë në një shoqëri ku e cila vazhdimisht është po ka kërkesa të vazhdueshme ndaj neve dhe po kërkon prej neve përpjekje titanike për me arrit të mira materiale dhe prestigj shoqëror. Do thonë, gjithmonë është dikush që është më i mirë se neve, gjithmonë është dikush me cilin ne duhet të krahasohemi dhe gjithmonë është dikush i cili ka shumë më shumë të mira se sa që kemi ne. Do të thonë, gjithçka që proklamohet edhe prezantohet si e mirë, ne duhet detyrimisht me patjetër me arrit ajo. Të qenit në këtë linjë mendësie, padyshim që është jo produktive dhe dëshpëruese, për faktin se vazhdimisht neve na bën me qenë të krahasueshim me dikën tjetër. Në presion. Dhe në presion, definitivisht. Ndërsa të qenit në një linjë pozitive ose kanalizimi i energjisë tonë në gjëra produktive, në mendim pozitiv, kanalizimi i energjisë në përmbushje shpirtërore, në përmirësimin e marrëdhënieve të mira shoqërore, në përditësimin dhe rikonsolidimin e ideve, koncepteve tona, bindjeve tona, atëherë padyshim se kjo do të çonte deri te një mirëqenie më e mirë, deri te një rezultat më i mirë dhe deri te një shoqëri më e shëndosh në përgjithësi. Andaj të qenit ose mendimi pozitiv është qëndrim optimist, i cili për qëndrimin kryesor ose fokusin kryesor e ka te fokusi i gjanave nga një aspekt pozitiv dhe te të mirat e një situate caktuara apo rrethana të caktuara. Kjo nuk do të thotë detyrimisht që është largim apo mohim nga realiteti apo shmangje nga problemet. Absolutisht mirë, po është parafrim me një situatë ose rrethana të caktuara ku ne shpresojmë më të mirën nga ajo situatë dhe shpresojmë mirëqenien apo rezultatet më të mira në përfundim të saj. Do të thotë të mendosh pozitivisht nuk do të thotë patjetër ti mbyllim veshët dhe syt ndaj realitetit, mirë po në rrethana të caktuara të bëjmë zgjidhje ideale. Pikrisht, do të thonë të qenit pozitiv nuk do të thonë që ne thjesht po shkputemi nga realiteti edhe po krijojmë një realitet imagjinar, mirë po është absolutisht është pozicionim në një rrugtim më pozitiv, më shpresdhënës dhe i cili shpreson rezultate më të mundshme dhe të kënaqshme për vetë personin. Besarta, patjetër se si çdo proces tjetër, edhe të menduarit pozitiv përbëhet nga disa taktika, t'i quajmë ashtu, të ndryshme, të cilat patjetër se do të çojnë rezultatin e dëshiruar. Cilat janë taktikat apo çfarë mënyrash duhet të ndjekim për të menduar pozitivisht, për të tërhequr mendime pozitive gjatë gjithë kohës dhe çfarë përfitimesh mund të na sjellë kjo gjendje? Mendimi pozitiv është diçka që mësohet në realitet. Dhe janë dy fjalë magjike të cilat janë në aftësitë tona, janë në kompetencat tona, unë dua dhe unë mundem. Do të thonë, nëse unë dua, unë mund të bëj diçka. Andaj, sa herë që ne fokusohemi tek vizualizimi i ngjarjeve apo situatave negative, ne vazhdimisht kemi me prodhu negativitet, dëshpërim, trishtim dhe pakënaqësi. Ndërsa çka nëse ne e kishim vendos ose ishim pozicionuar në një kënd vështrim më pozitiv të asaj situate, atëherë detyrimisht se kishim pas mundësi që me lënë një mundësi për zgjidhje më të mirëqenie dhe për benefite më të dëshiruara në çfarëdo lloj situate ose çfarëdo lloj rrethana që do të kishim qenë prezent. Truri
është elastik dhe ndryshimi faktikisht nuk është diçka që ka kufizim ose moshë. Kështu që përderisa truri është i përbërë prej 10% neuronëve, që do të thotë në fakt ne përdorim diku 10% e tij, 10% e funksionit e tij, dhe qelizat gliali janë ato cilat e ndihmojnë funksionin e neuronëve, që i bjen është 90% tjetër, kështu që kjo do të thotë ose na jep me kuptu që nuk është një kufizim i mundësisë së shfrytëzimit të kapaciteteve tona apo të aftësive tona psikologjike, psiqike apo individuale në përgjithësi. Kështu që përderisa ne kishim pas mundësinë, ndjejmë, mendojmë faktikisht edhe ndjejmë se fuqit apo arritja e kapaciteteve maksimale nuk ka kufi, atëherë detyrimisht ne do të ishmi, truri ka shanse më të mëdha që ne të fokusohemi te mundësitë dhe te mekanizmat e mundshëm edhe të nevojshëm cilët çojnë deri te një rezultat më i mirë, që i bjen është komplet në kompetencën tonë dhe në zgjedhjen tonë dhe në aftësinë tonë për të zgjedhjet më të mira apo më reale që për neve do të ishin të dobishme. Patjetër. Patjetër se mirëqenia dhe mendimi pozitiv janë disi të ndërlidhura mes vete. Si mendoni ju? Po ti marrim në njërën anë mendimin pozitiv dhe në anën tjetër mirëqenien, cila do ta tërheqte tjetrën? Mendimi pozitiv do ta tërheqte mirëqenien apo mirëqenia mendimin pozitiv? Në fakt veç u përmend që mendimi pozitiv është diçka që mësohet, që praktikohet dhe i cili në mënyrë të përsëritur duhet të, domethënë vetë individi në mënyrë të përsëritur duhet të përfshi veten e tij dhe ta dedikoj veten e tij në përmirësimin e gjendjes në të cilën është. Gjithmonë ka diçka që është më mirë, okay? Gjithmonë ka diçka cilën ne mundemi me arrit edhe më shumë, edhe nuk është, domethënë arritja, mirëqenia nuk është që e ka një kufizim të caktuar. Kështu që nëse kishmi thonë se cilën e tërheq në realitet, se cila tërheq të cilën, dyqysh më shumë janë sikur shkaktar, shkak pasoj. Mirë po, përderisa ne vazhdimisht jemi të sfiduar me situata të ndryshme, me rrethona të ndryshme, me njerëz të ndryshëm, me negativitete të ndryshme, atëherë detyrimisht që varet prej neve zgjedhja cilën ne dëshirojmë me e bë, ose varet prej neve se në cilën anë duhemi, në cilën linjë duhemi pa gjanat, edhe duhemi çka është ajo që është e kontrollueshme, çka është ajo që është në dorën tonë, që ne me shfrytëzu ato mundësi edhe me dalë me një situatë e cila është në dobin tonë ose në e benefitshme për neve, e dobishme për neve. Kështu që është detyrimisht që në këtë rast më duhet me thonë që para prej mendimi është fillesa e gjithçkaje, mendimi është ajo, po mendoj çelësi themelor kyç i cili komplet projekcionin jetësor, komplet filozofinë tonë dhe jetësore udhëheq, detyrimisht që përmes kësaj, përmes kanalizimit të ideve të dobishme, përmes procesimit të ideve dhe koncepteve të cilat janë të benefitshme, që janë të dobishme, që janë të mirëqena, në të cilën e thirremi dhe priremi për të stabilizuar jetën tonë në përgjithësi, atëherë është mendimi ajo që i paraprin mirëqenies dhe është fillesa e gjithçkaje faktikisht, edhe është nxitësi kryesor për një jetë të lumtur dhe paqësore. Po besarta në rast të ndonjë fatkeqësie, jo gjithmonë i kemi në kontroll gjërat që i duam dhe nganjëherë mund të ndodhin pa dëshirën tonë, pa planifikimin tonë, mund të humbasim diçka që e kemi fort për zemër. Si të mendojmë pozitivisht në këto rrethana, si ta udhëheqim mendjen tonë të mendoj pozitivisht? Në realitet, për gjatë gjithë ciklit jetësor, diçka që është e pashmangshme pikërisht është edhe kjo pjesa e krizave dhe traumave, humbjeve, fatkeqësive të ndryshme me cilat ne si njerëz, si qenie njerëzore ballafaqohemi. Përderisa është diçka e cila nuk është nën kontrollin tonë, nuk është në dorën tonë dhe nuk është as pak e mundshme, madje as rikthimi asaj gjendje për me vepru diçka ndryshe dhe me dalë me një rezultat ndryshe, atëherë ajo që kërkohet prej neve
në rastet e tilla dhe në fatkeqësitë e tilla, qofshin ato smundje, humbje të personave të dashur, humbje të një vendi të punës, humbje të çfarë do llojit nga mirëqenia njerëzore, atëherë detyrimisht është pika parë është që na me pranu një realitet të tillë që nuk e kemi nën kontroll. Do të thonë, nuk mund të ndryshoj situatën, mirë po atë që mund të ndryshoj dhe atë që e kam në kontroll është reagimi im ndaj një situate të caktuar. Personat e tillë faktikisht me mendim pozitiv çdo herë kanë sistem imunitar shumë më të fortë, kanë vetkënaqësi më të madhe, njohin veten shumë më shumë, domethënë kanë benefite shumë më të shumta për shkak të pozicionit të qëndresës dhe për shkak të pozicionit të vendimtar që ata marrin për me të kalu gjendjet apo situatat e tilla, detyrimisht që ata e kanë më të lehtë kapërcimin e kësaj situate në çfarë do lloj mënyre. Mirë po, e para punës është ajo me pranu realitetin, e dyta është me mundu me gjetë zgjidhjen e duhur ose kërkim ndihmën në burimin e duhur. Okay? Se shumica e personave në rastet e tilla, domethënë nuk janë që e pranojnë as ndihmën. Domethënë nuk dojnë, thjesht nuk dojnë me ju dorëzu atij dëshpërimi dhe trishtimi në cilin kaplohen dhe sikur dojnë me shu me shpresën në formë vetanake, kupton? Domethënë janë është një lloj pozicioni që nuk e dojnë, nuk e tërheqin mënyrën apo zgjidhjen. Kështu që përderisa është një gjendje e tillë, definitivisht që na duhet me pranu që situatat e tilla kanë me ndodhë, janë rrethana të cilat na nuk kemi nën kontroll, mirë po kemi nën kontroll atë që pason prej asaj situate. Ndoshta një nga mënyrat e tejkalimit të kësaj situate najherë është pretendimi sikur po e pranoj realitetin edhe sikur po e përballoj një situatë të tillë. Për shembull, ne kemi përfytyrimet, imazhet cilat mund t'i kemi për arritjet tona, cilat do qofshin ato për dëshirat tona, në çfarë do lloj aspekte apo sfere jetësore. Kështu që pretendimi sikur po e tajkaloj situatën është një nga mënyrat që këta njerëz mundën me marrë për veten si teknik për veten ose si mundësi për veten për tejkalimin e këtyre situatave. Për shembull, të menduarit, çka nëse unë e pranoj këtë realitet, çka nëse unë po mundem me funksionu mbi këtë realitet apo mbi këtë situatë, çka nëse unë po pozicionohem te benefitet cilat mund të marr nga kjo situatë, çka nëse unë shfrytëzoj çdo mundësi që tash tutje më jepet për jetës, çka nëse unë nisi me numru të mirat cilat kanë bet pavarësisht një ndodhje të ngjashme apo një ndodhje të tillë. Domethënë, veç përfytyrimi është apo pretendimi i tejkalimit të situatës është një mundësi ideale për tejkalimin e kësaj. Për shkak se ne çdo gjë thamë që fillej se çdo gjë është mendimi, e mas saj vjen edhe aspekti emocional edhe përfshirja në aspekt fizik dhe mendor apo psikologjik në tërësi. Kjo domethënë është një prej mundësive. Një tjetër që faktikisht e nje edhe shkenca e psikologjisë është rezilienca individuale ose kolektive. Domethënë është aftësia e personit për me u rimëkëm mbas një situate. Shfrytëzimi i gjitha potencialeve dhe kompetencave që një person mund të ketë për me i dalë në kryje një situate e cila është traumatike ose kriz jetësore. Qysh kishim mund, cila kish me qenë mënyra më e mirë për me arrit reziliencën, në realitet kjo gjithmonë pason me mendimin pozitiv dhe të menduarit në mënyrë konstruktive dhe produktive, e cila çon në rezultate të kënaqshme. Qysh, fillimisht prej aspektit të mbrëmshëm. Nëse ne mendojmë, kemi mendim të mirë për veten. Nëse ne kemi mendim, çka do të thotë me pas mendim të mirë për veten? Domethënë, me njoft kapacitetet e tua, me njoft vlerat e tua njerëzore, me njoft virtytet e tua, edhe me qenë i kënaqur
me të arriturat apo me ato cilat ti ke synu çdo herë me i pas. Domethënë me pas vetëvlerësim, me nxit vetë dashurinë edhe vetëvlerësimin. Kjo është shkallë e parë e cila çon deri te rezilienca. Domethënë kur ti e njeh veten, e njeh potencialin tënd, e njeh forcën tënde, edhe kjo është një prej atyne hapave të parë që neve na çon për te kalimin e situatave të tilla. Tjetër është mirënjohja, në realitet mirënjohja të qenit mirënjohës dhe falendërues për atë që je dhe për atë që ke. Se cili person në botë ka një familje, se cili person ka persona të dashur me cilët ndërvepron, bashkëpunon, jeton edhe ndon përjetimet e veta jetësore. Kështu që të qenit në prani të njerëzve të tillë, cilët neve na mundsojnë rahati shpirtërore, akomodim fizik e shpirtëror, patjetër edhe na i njohin vlerat e tona njerëzore, patjetër që ne kemi më të lehtë te kalimin e çdo situate. Domethënë një vetënjohja, vetë aktualizimi faktikisht është mirënjohja e qenit aty ku je me atë që je. Edhe kjo përveç aspektit shpirtëror e spiritual, domethënë që është besimi, është njëna prej faktorëve pa ashtu kyç e cila nxit reziliencën, nxit aftësinë e njeriut për përballëmin e situatave të ndryshme, për shkak se të menduarit dhe të shpresuarit për një jetë të përtejme, e cila përfshin shpërblimin nga Zoti yt, definitivisht që është diçka qetësuese dhe diçka një prehje jashtëzakonshme po besoj për çdo person. Kështu që gjitha këto kur përkufizohen me aftësinë e personit për të qenë rezilient, atëherë detyrimisht që situata do të jetë më shumë nën kontroll, një përgjegjësi vetë personi me pa situatën nën kontroll, detyrohet dhe obligohet qoftë nga aspekti njerëzor, nga faktorët ambiental apo ata shpirtëror, domethënë për me bë një zgjidhje të mirë, për me për me arrit atë mirëqenien cilën ai po synon apo pretendon që të arrijë. Jo gjithmonë është e thjeshtë, jo gjithmonë është e mundshme në realitet veç përmes të menduarit, se definitivisht në të raste duhet shumë edhe ka rol pa ashtu themelor edhe suporti prej anës e tjerëve, edhe rrethi me cilin ti jeton, edhe me cilin ndërvepron kanë pa ashtu rëndësi kyçe, po definitivisht të pasurit e përgjithësisë se është nën kontrollin tim ajo që pason prej asaj situate, është mundësi e jashtëzakonshme dhe shtytje shumë e mirë për të dalë në krye me këto situata. Besarta, mendimet tona patjetër se reflektohen në shëndetin tonë, qofshin ato pozitive apo negative. Jo rastësisht thuhet se mendja e shëndosh gjendet në trup të shëndosh. Madje mjekët kohëve të fundit po e preferojnë të menduarit pozitiv si formë veçantë e kurimit. Çfarë ndërlidhje ka të menduarit pozitiv me shëndetin e njeriut? Shëndeti është rezultat i ekuilibrimit të mendjes edhe trupit. Jo rastësisht, domethënë edhe shkenca i vë theksin më të veçantë kësaj pjese dhe është diçka cilën ajo po e proklamon si pjesë të rëndësishme të cikleve jetësore në ditët e sotme. Kjo është një arsye për shkak se benefitet e saj janë të shumta, sidomos në aspektin shëndetësor. Domethënë çdo gjë është pothuajse e lidhur me të menduarit tonë dhe çdo gjë ka një bazë nervore apo psiqike. Kështu që në shumicën e rasteve nxitësit apo shtytësit kryesor të disa sëmundjeve, siç është çrregullimet e gjakut, sëmundjet e zemrës, janë ato cilat zakonisht nxiten prej mos qenurit, mos të pasurit higjenë mendore të mirë. Kështu që benefitet, qysh edhe tham, janë të jashtëzakonshme në aspektin shëndetësor, sidomos në përcjelljen e procesit të sëmundjeve patologjike qysh është kanceri. Po ashtu,
të menduarit negativisht, mund me thonë, ose të pasurit ide, koncepte jo të shëndetshme, mendime jo të mira për veten edhe për jetën në përgjithësi, është po ashtu një mundësi e tillë e cila prek edhe aspektin ton dhe aftësitë tona intelektuale, gjë për arsye se ndikon në pamjaftueshmërinë e furnizimit me gjak në disa zona të trurit, sidomos në hipokampus, e cila është pjesa kryesore e të menduarit, procesimit, memorjes edhe të mësuarit. Që do thotë është një dom bajgi i madh, nëse vetë e kemi ushqy vetën në vazhdimsi me shqetësime, me ankth dhe me stres dhe me ngarkesë të stresit. Këto do më thonë janë disa nga aspektet të cilat lidhen eksplicit me shëndetin mendor dhe shëndetin fizik tek njeriu. Gjithashtu, një mirëqenje e mirë, apo një pozicionim nga aspekti i të menduarit pozitiv, rregullon sistemin kardiovaskular, rrit sistemin imunitar, do më thonë, fuqizon sistemin imunitar, gjë që e ndihmon edhe personin në tejkalimin e smundjeve të ndryshme, apo më lehtë tejkalimit më të lehtë të smundjeve të ndryshme, fuqizon, do më thonë, hap ato qarqet nervore që i mundson trurit me pas funksion më të mirë dhe performancë më të mirë. Do më thonë, në çfarë do lloj aspekti, qoftë në atë fizik, qoftë në atë emocional, qoftë në atë psikik dhe social, i ndihmon edhe fuqizon njeriu për të arrit potencialin e tij maksimal. Do më thonë, i jep mundësi dhe i shtyt nxit për të qenë një person më produktiv, më pozitiv, më i kënaqshëm, më person i cili lufton edhe shpreson për një jetë më të mirë. Faleminderit shumë për këto këshilla, për këto vlerësime që i dhat. Ju falenderojmë shumë edhe për prezencën në studio. Faleminderit shumë juve për ftesën. Miq të nderuar, urojmë që të mendoni sa më pozitivisht, në mënyrë që të jeni sa më rehat me veten dhe me të tjerët. Deri në takimin e radhës, selamu alejkum.